بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على من من به علينا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وكبروا تكبيرا، الله أكبر واذكره ذكرا كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. ويلزر كيوش خطبة فطر بيرامit e të gjitha janë të këbirat e që na jep me kuptu Allahu është më i madhi, Allahu është krijuesi jon, Allahu është furnizuesi jon, Allahu Azza është ai i cili i rregullon çështet e dunjas dhe jetës tonë, dhe për to na themi Allahu Akbar. Allahu Akbar për to na themi nga se kemi festë e cila është festë nga ana e Allahut. Allah e ka lënë në shariatin e tij, në fejen e tij, që kjo festë madhështohet me tekbire. E njëjta gjë, Allah Azza e ka lënë edhe haxhin për ta kryer, cila është domethënë është festa e Kurban Bayramit që bëhet me tekbire. Dhe e njëjta gjë, kemi adhuru Allahun në Ramazan, dhe në fund të Ramazanit Zoti e ka lënë këtë festë dhe bëhet tekbire për Allahun që Allah Azza është më i madh. Pastaj o vëllezër, kjo tekbire të cilët na i bënëm, e lavdërojmë Allahun, e madhështojmë Allahun ala ma hadana, për ato që na ka udhëzu Allahu Azza wa Jall. Kush na mësoi neve me bë tekbire? Kush na udhëzoi? Allahu Azza wa Jall. Dhe për to na themi Allahu Akbar. Allah është më i madh që na ka udhëzu. Allah është më i madh që na ka punë xhami. Allah është më i madh që na ka mundsuar me agjëru. Subhanallah. Pastaj o vëllezër, unë dëshmoj dhe deklaroj që nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut Azza Jall. Dhe dëshmoj dhe deklaroj që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i dërguari jon është rob dhe i dërguar i Allahut Azza Jall. Ibadallah, fadlullahi alejna azima, ballagana shahr Ramadan. O ju rob të Allahut, mirësitë e Allahut mbi neve janë madhështor që na ka mundsuar me prit muajin e Ramazanit. Wa fattaha lana abwabil jinan, për mëshirës të Allahut, mirësive të Allahut, 30 ditë e kemi pa xhenetin qel. Pse mos ne bëhet tekbire? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, wallahu Akbar, walillahi alhamd. 30 ditë e kemi pa xhenetin për mëshirës të Allahut Azza wa Jall. A nuk ka kja mirësi e madhe? A nuk ka shka begati e madhe për neve 30 ditë me pa xhenetin? Kush ka qenë i mequr, e ka rujt këtë ditë xhenetit, inshallah jemi për të dhe kemi fitu, ja Rabbil Alamin, dhe për ta themi Allahu Akbar. O ju Rabb të Allahut, wa aanana fihi ala siyam wal qiyam wa tilawati al-Quran. فالفضل كله لله عز وجل. Të njëjtën gjë o vëllezër, Allahu neve na ka mundsuar, na ka ndihmu me agjëru muajin e Ramazanit, me fal taravih, me fal namaznate, me lexu Kur'anin, e gjitha këta janë për mirësive të Allahut. Wallahi me speçan Allah Azza wa Jall. Trupat tu nuk e adhurojnë Allah Azza wa Jall. Po Zoti neve na ka çu, Zoti neve na ka ngrej, Zoti neve na ka desh që e kemi agjëru Ramazanin, kemi lexu Kur'an e çdo sen tjetër. Pse Allah Azza wa Jall është betuar në nefsin ton? لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. është betuar në nefs, ka thënë pasha nefsin e ju, cilë nefsi nuk e dan adhurimin, epshi nuk e dan adhurimin. Po Allah Azza wa Jall na boni për atyve që na kanë ndihmu, na me agjëru, me fal namaz, me lexu Kur'an, dhe për ta na themi Allahu Akbar, Allahu Akbar. O ju vëllezër, wallahi لولا الله ما هدينا
ولا تصدقنا ولا صلينا. O ju rob të Allahut, pasha Allahun, sikur me qenë Allahu, ne nuk kishmi të udhëzum, as kishmi me dhënë sadaka, as kishmi qenë prej atyre që e falshmin namazin. Yekulu Allah Ta'ala an ahli al-janna, për këta thot Allah Azza Jall i përshkruan banorët e xhenetit kur tin xhenet. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha. Gjithë falëndrimi ta kanë Allahut Azza Jall i cili na ka udhëzuar për këta. Ta thonë ju udhëzuj shash e xhenetin. Wa ma kunna linahtadi lawla an hadana Allah. Wallahi na sishme të udhëzuar sikur mos ta kishte udhëzuar Allah Azza Jall. Subhanallah. Wallahi po kam kështu, sikur me qenë dëshira Allah, mëshira Allah, që na ka udhëzuar me përmbush muajin e Ramazanit me gjitha adhurimet. Ka kush e ka bërë, vetëm sa Allah Azza wa Jall. Edhe banorët e xhenetit kanë me këndrua Allahun për i adhurimet e tyre, për Ramazanin e tyre, për leximin e Kuranit, për sadakan e tyre. E falenderojnë Allahun Azza wa Jall edhe duke qenë në xhenet. Ibadallah, hadha al-yawm yawm Eid al-Fitr. Për këto ju vëllezër, Zoti ka lënë në këtë ditë dita ju e cila është ditë feste e cila quhet Fitr. Subhanallah. A keni një të thonë zekatul fitr? Zekatul fitr. Allah Azza wa Jalla ka lënë me emër Yawm Eid al-Fitr, dita e festës të pastrimit. Allahu Akbar. Të pastron Allah në këtë ditë. Ka garantu Zoti në këtë ditë ndoshta. Ka fol Zoti në këtë ditë fitr. Ka pastru Zoti asnjë mëkat se ki. Ndoshta ai në listën e Allah për ato që i banorë xhenetit. Fitr je. Subhanallah. Për ta të thonë Allah Akbar takbira. Yawmun adhim min ayyamillah. O ju rob të Allahut, kjo ditë është një ditë madhështore e cila është me ditëve të Allahut Azza wa Jall. Asnjë ditë se kështu Zoti shkëlqy këtë ditë. Është ditë e veçantë tek Allahu Azza wa Jall. Yawm huwa yawmul farhu billah wa shukru lillah. Pse është dita të cilën gëzojmë për Allahun Azza wa Jall. Është dita për të cilën e falenderojmë Allahun Azza wa Jall. E ku mos më gëzojmë Allahun ton. Prandaj mos ta kishton Ramazanin. Çu shishkon jeta jon. Subhanallah. Me Zotin ton na gëzojmë. Po na jep Allah mëshirë, rahmet, të mira, xhenetin, po na largon pizor xhenet, po na pastron. Gëzojmë me festën që e kalon, gëzojmë me Allahun ton, i cili në dinin e tij, në shariatin e tij i kalon këto festa. O shukru lillah, dhe të njëjtën gjallë e falenderojmë Allahun Azza wa Jall. Duhet me qenë njerëz ndaj Allahut. Duhet me qenë njerëz. Duhet me falenderoj Allahun Azza wa Jall që ta ka mundsuar me kalu ditët e agjerimit e të duke adhuru Allahun Azza wa Jall. Nefrahu fihi bi anna Allah Ta'ala alejna an wafaqna li ibadatihi. Gëzojmë në këtë ditë ju vëllezër që me vërtet Zoti neve na ka dhënë sukses në adhurimet tona. Vallahi kjo është sukses. Unë betoj në Allahun që kjo është sukses. Pse është sukses? Se kur dalim ditën e gjykimit, do i shohim veprat e tona, inshallah, pranimin ton, inshallah me lenin Allah Azza wa Jall. A nuk ka kjo sukses i veprave tona? A nuk ka kjo sukses që na ka bu Zoti, sukses punë në Ramazan me adhuru Allahun Azza wa Jall. Wa atam alejna ni'mati bi maghfiratin wal 'itqi min an-nar. Allah na ka begatu me begatin e tij, me çka? Begatia e tij cila është? O ju vëllezër, lena ka mësë çonik ne. Begati cila është? Maghfira. Falja Allah Azza wa Jall. Falja e Zotit është nimet për neve. Pastaj wa 'itqi min an-nar. Nimeti i Allahut është që Zoti ndoshta na ka largu pi zjarrit xhenamit. A dini hadithin e Ramazan që kemi përmend gjithmonë. Çdo natë, çdo ditë Allah zë largon pi zjarrit xhenamit. Dhe ti ndoshta këtë ditë e feston me mua këtu, inshallah ti do jemi prej tyre, jemi të regjistruar për atyre që mi largu një herë për gjithmonë inshallah pi zjarrit xhenamit. Subhanallah. Dhe për këta do të më bëj tekbire dhe me ndjej këtë festë që e kemi ne. Pastaj u vëllezër, tat Allah Azza wa Jall, ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Dhe kur jojin i mboshni ditët e agjerimit, u kompletu agjerimi. ولتكبروا الله على ما هداكم. Bani tekbirën ato që Zoti
ju ka udhëzu. Këtë fjallë që i thash janë këtë në këtë ajet. Gjitha janë në këtë ajet. U kompletu Ramazani. Po kush ta ka mundësu ty me agjeru? Po kush ta ka mundësu me lexu Kur'an? وَلِتُكَبِّرُوا عَلَى مَا هَدَاكُمْ Allah vëta. Batë e këbije sa në ty ta ka mundësu me bëkta. Subhanallah. Kësi Allah i falendrimi. وَلَعَلِكُمْ تَشْكُرُونَ Allah vëtë me falendru. A jeni falendru. Kush ta ka bu? Allah më të ka mundësu. Allah ta ka mundësu ti që i ullë qëtu me mu. Me këta fjallë qëminë. Zotë i ka mundësu. Batë e këbije dhe falendraja Allahën Azza wa Jal. عباد الله ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى بعضهم ببعض يوم العيد يهنئ بعضهم بعض فيقول تقبل الله منا ومنكم. Për këta ju vëllezër, ishin shok e profetit sallallahu alaihi wasallam kanë transmetim kur ata u takonin në xhami, në rrugë, në ditën e Bajramit, njëri me tjetrin jepin urime, e urimet e tyre kanë qenë duke thonë kështu: Zoti pranon për neve dhe për juve. Subhanallah. Ky është urimi i festës Fitr Bajramit. Ky është urimi në këtë festë. Me thonë Zot prana për neve dhe për juve. Me lutë Allah Azza wa Jall. Një lloj si urimi që Zoti ta ka pranuar ty, ma ka pranuar edhe mua. Festimi. Allah pranon për juve dhe për neve, ja Rabbil Alamin. Yastabshiruna bi ni'matillahi alayhim bil qabul wal maghfirah wal rahmah. Sahabët e gëzon të njëri me tjetrin me mirësitë e Allahut, me pranim, falje dhe mëshirën e Allahut. Don këtë lutje që e thash, në to kanë hi kuptimi pranimit, kuptimi që Allah ka fal, e Allah ka mëshiru. E pranaj këto. Qysh Allah po të pranë, Allah Azza wa Jall po ta pranon, Allah po të fal, Allah po të mëshiron, e ti s'u bën tekbira, bën tekbire. Se gjitha këto i ki inshallah me lejnë Allah Azza wa Jall. عباد الله قد وعدنا الله بالمزيد لمن شكر thot Allah Azza wa Jall, o ju robët e Allahut, me vërtet Allah na ka premtuar shtesë për ata të cilët e falenderojnë Allahun Azza wa Jall duke thënë Allah Azza wa Jall: "In shakartum la azidannakum", në qoftë se ju më falenderoni, unë do t'ja shtaj juve të mira. Çka jep kemë kuptuar? Për festën të që e ki qëtash. Falenderoj Allahun që e ki adhuru Allahun të dhe ditë. E Allah Azza wa Jall do t'i shtan ty të mira, shpërbimin e më shumë. Kime pa të fesën dhe më shumë me lejnë Allah. Kanë dynja, kujta e fesën e ahiretit me lejnë Allah Azza wa Jall. فمن شكر الله حقا ثبته الله على طاعته بعد رمضان. Kush e ka falendruar Allahun Azza wa Jall, hakikat që tash, Allah Azza wa Jall ka me përqendruar ata në adhurim pas Ramazanit. Subhanallah. Ti që tash falenderoj Allahun, ti që tash bë tekbire, pas Ramazanit kime brejt veten që je më i fortë në adhurim ndaj Zotit, Allah na bëj këtëve, ja Rabbil Alamin. O ju vëllezër, thot Allah Azza wa Jall: "Belillahi fa'bud wa kun min ash-shakirin." E për Allahun adhuroje dhe bëu falendërues ndaj Zotit. Pastaj thot Allah Azza wa Jall: "Wa qalilun min ibadi ash-shakur." Dhe shumë pak për robët me janë falendërues. O ju robët e Allahut, kema farihtum bi siyamikum fafrahu bi yawmi fitrikum. O ju xhamatli, o ju robët e Allahut, ashtu qysh jo jeni gëzu kur ka hi Ramazani, e njëjta gjë gëzohuni me kon me ditën e fesës ju e cila është prej Ramazan. Gëzohu në imanin tonë, në zemrën tonë këtë fesë dhe gëzoje me imanin tonë, me familjet e tua, me njerëz, me besimtar, një gjë të tillë shpërndan e gëzimin o ju vëllezër të mi. Ibad Allah, إن للصائم فرحة عند الفطر وفرحة عند لقاء ربي. Klajkin në dëgjush peshherë ju vëllezër. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, agjeruesi ka dy gëzime. Gëzimin kur e qeli iftarin dhe gëzimin kur ta takon Allahun Azza wa Jall. A nuk e keni qeli iftarin ju? Dja, a ka qenë dje? Ha? E fundi. A nuk është gëzim që tash? A nuk është gëzim për neva? Që kjo është në dynja. E botën tjetër,
Një gëzemi pas me bo. Botën tjetër, hadithi, këtë hadith, që do të gëzomi, është festa ju me Allah në Azogel. Edhe ati ka fest, bajram ati ka. Edhe ati kime pot bajram. Amo kur takosh me Zotin tanë, ti që e kja gjuhë, Allah ka më thonë, qash kemi fest me ty? Kur te e takam Zotin tanë. Gëzohë në këtë fest. Dhe të njëjtën gjë është për satë me më taku me Allahën në festën e ahiretit. Allah në bërë për tëve. Ja Rabbil Alamin. Ibadallah, o ju Rabb të Allah, ifrahu wa nsharu saada fi men hawlikum. Unë ju këshilla ju lëzër, gëzohuni dhe shpëndani gëzimin me njëri me tjetrin dhe jepni urime njëri me tjetrin për këtë festë që i kemi. Ju këshilla ju lëzër, bë bajram gjën e parë me prindrit. Prindrit me sejaranin. Bë bajram me prindrit e ju. Thuj aty urime. Pastaj ju lëzër, mos sejaranin me bë bajram me jetimat. Gëzani ata dhe bani bajram me ta. Pastaj bë bajram ju lëzër me musliman që gjindën në xhami njëri me tjetrin. Bë bajram me njerëzit të varfër, jepi atyre gëzim. Të njëjtën gjë bë bajram me fëmijë dhe jepi dhurata atyre. Mundësaje që ata me ti që është festa e muslimanve. O ju lëzër, e themit fundit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. هذا صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والزد فلنا نيرا المكاتب تونا وكفر عنا سيئاتنا ذفلنا قبيمة تونا وتوفنا مع الأبرار زدنا نصام باشكوم من ياس جنيتك يا رب العالمين. اللهم تقبلنا منا صيامنا زد برنا أجريم تون شكمي بور وقيامنا ذا نماز تونا وكل عبادة فعلنا فيها رجداء شكمي بور زد برنا بنيرا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا زد بنا برياتيورة تتسلنا كما أجروا رمضان ما إيمان ذا شبيس برتكتين برمشغولين. اللهم اجعلنا من المقبولين زد نبا برياتيورة تينا كبرانو أضريمت من رمضان والفائزين ذا نبا برياتيورة كمي بيتو جنات يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هذا العيد سرورا وزد باير برنيبة كتفيست برنيبة gjithmonë gëzim, wa rahme, mëshirë, wa khajrën lëna, gjithmonë bëjë për neve, khajrë për neve, për veprat e mira në jetën tonë, ja Rabbil Alamin, wa li gjemiri muslimin, dhe gjithë për lutë, ja Zot, jepja gjithë muslimanve, ja Rabbil Alamin. Ibadë Allah, o ju Rabb të Allah, për kësoj khutbe dhe për këti minberit, dhe për kësoj gjamije e l'imam, unë se imam i kësoj gjamije, bashkë me kryesi dhe gjithë musliman, ju thamë kështët, wa kullu aami wa antum bi khajr, gjdo vetë për juve, prishi gjithmonë mirë e në mirë, urime ju kohë fitër bajrami. Taqabbal Allahu minna wa minkum salih a'mal. Zoti pranof për ne dhe për juve veprat e mira, ja Rabbil Alamin. Urime ju kohë festa e fitër bajrami, walhamdulillahi Rabbil Alamin.